Përshëndetje. Përshëndetje të nderuar këshilltarë. Ne kemi quorumin e nevojshëm, mbledhjen e deklaroj zyrtarisht të hapur. Marrin pjesë në mbledhje zonja Fatmira Fatori, zoti Ende Molla, zonja Alina Hoxha, zoti Lulzim Hasa, zoti Mithat Daja, zonja Besnike Soraj, zonja Melin Saraçi, zoti Sajmer Sami, zoti Lindri Dedi, zonja Silvana Aliu dhe Mukades Gixhari. Jemi 12 qytetarë. Lexojmë vendimet me karakter individual që u morën në mbledhjen e Këshillit të datës 20/10/2025, të cilat hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të anenit 55 të ligjit numër 139/2015 për veçivërisjen vendore i ndryshuar janë si më poshtë. Vendimi numër 38 për dhënien e mandatit të antarit të Këshillit Bashkiak Rogozhin, zonjas Dhurata Meka. Vendimi numër 39 për dhënien e ndihmës ekonomike për familjen e nevojë për muajin shtator 2025 nga fondi i bllokit ndihmës 6%. Vendimi numër 40 për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet e nevojë për muajin tetor 2025 nga fondi i pushtetit vendor. Vendimi numër 41 për dhënien e ndihmës menjëhershme ekonomike për familjet e nevojë. Vendimi numër 42 për dokumentacionin dhe kriteret e kërkuara për përfitimin e bursave në arsimin parauniversitar. Gjithashtu, do lexojmë dhe konfirmimin ligjor të ardhur nga prefekti i Qarku Tiranë për vendimet e datës 20/10/2025. Vendimi numër 42 për dokumentacionin dhe kriteret të kërkuara për përfitimin e bursave në arsimin parauniversitar. Konfirmohet në parim referuar ligjit numër 69/2012 për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar dhe VKM numër 666 datë 10/10/2019 për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, prefekti Afrin Qendro. Pare se të kalojmë në pikën e parë të rendit të ditës, do të gjeni të fotokopjuara secili 4 projekt vendime dhe një kthim përgjigje. Është projekt vendim për miratimin e kërkesës së zotit Hekuram Dedej. Të vazhdoj, projekt vendim për miratimin e kërkesës. Ky projekt vendim ka marrë miratimin dhe Komisionit të Financës, i cili është mbledhur ditën e djeshme ora 1. Vazhdojmë me numrin 2, projekt vendim për miratimin e kërkesës së shoqatës humanitare 3 vjetori. Ky projekt vendim nuk ka marrë miratimin e Komisionit Financës, i cili është mbledhur ditën e djeshme ora 1. Projekt vendimi numër 3, për dhënien e ndihmës së menjëhershme ekonomike për familjen e nevojë për zotin Hekuram Dedej. Hava. Zonja Hava Dedej. Me që ishte thënë tash do vazhdojmë po me zotrin. Ndjes. 4. Projekt vendim për shpalljen qytetar nderi pas vdekjes zotit Ramazan Fatori. Për këtë çështje keni bashkangjitur dhe raportin e Komisionit Këshillimor për dhënien e titujve vendor të nderit, të cilët janë mbledhur me datën 10/11/2025 dhe janë shprehur të dhënjes së titullit të zotit Ramazan Fatori. Gjithashtu kemi pika 5, keni dhe shkresën kthim përgjigje drejtuar këshilltarit zotit Mithat Daja. I jeni dakord të i përfshim në renditës këto 4 projekt vendime dhe kthimin e përgjigjes për këshilltarin dhe ti trajtojmë ato në pikat të ndryshme? E hedhim në votim. Pra, kundra, abstenim, të gjithë pra, miratohet. Kalojmë në miratimin e rendit të ditës. Siç e biseduam. Jeni dakord për kalimin e rendit ditës? Si që diskutuam me ndryshimin? I diskutuam për para. Nuk është 10 të tonë. Po pra, si që diskutuam. Jeni dakord me rendin e ditës? E hedhim në votim. Pro, kundra, abstenim, të gjithë pro, miratohet.
Miratimi i proces verbalit numër 10 të mbledhjes së Këshillit Bashkiak datë 9 vitit 2025. E hedhim në votim. Pro, kundra, abstenim, të gjithë pro, miratohet. Kalojmë në pikën 3. Miratimi i projekt vendimit për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë për muajin tetor 2025 nga fondi blok i ndihmës 6%. Relaton drejtori i mbrojtjes dhe kujdesit social, zoti Ledion Hasani. Përshëndetje, zoti Ledion. Fjala për ju. Jam 13 familje përfituese dhe fondi është 6.000 lekë të reja. Informacionin e keni të gjithë përpara. Ka me shkëti? Shkëti e këtë? E hedhim në votim. Pro, kundra, abstenim, të gjithë pro, miratohet. Kalojmë në pikën 4. Miratimi projekt vendimit për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë për muajin nëntor 2025 nga fondi i pushtetit vendor. Vazhdojmë po me drejtorin e mbrojtjes dhe kujdesit social. Jam 20. Jam 23 familje përfituese dhe fondi është 105.000 lekë të reja. Me pyetje, rreth sa pyetje? Po, do të jenë në moma? E hedhim në votim. Pro, kundra, abstenim, të gjithë pro, miratohet. Kalojmë në pikën 5. Të cila pikë? Atëherë, kemi projekt vendimin me që kemi drejtorin këtu të ullur, projekt vendim për dhënien e ndihmës së mjeshme ekonomike për familjet në nevojë për zonjën Hava Dedej. Zonja është 90 vjeçe, jeton në Vratme, në një pension për 94.000 lekë, informacionin e marrë nga veri për tjetën e pensionit. Shtëpia është amortizuar komplet, totalisht, është përfituese ke rindërtimi këtë tërmetit. Kemi menduar, për momentin kemi menduar që t'i kalojmë të ndihmën e mjeshme ekonomike. Mundohen të gjejmë një shtëpi që ta shpërngulim nga aty ku jeton, sepse kushtet janë shumë të vështira. E hedhim në votim. Faleminderit. Kundra, abstenim, miratohet. Kisha unë diçka para të fillas me pikë të tjerë, më falem për kolegën një. Lidhje ka zotin Ledioneke? Jo, kam diçka tjetër. Kam bënë kërkesë për informacion. Po më falesh pak, kam kërkuar edhe kolegës mi. Për informacion dhe kam thënë që informacionet vjen në dispozicion mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Unë kam pritë që të kishte në diçka të shkruar, atë të kishte informacion i shkruar, por nuk shoh gjë informacion këtu. Urdhë? Unë e kisha e kërkova shumë. E kërkova informacionin shkruar. Megjithë ato kanë dënyu, do të thënë që ta sjellin informacionin, edhe unë kam të më shumë. Do të ndroni se nuk kemi ardhur ti ka juve rezultat. Po, për më bet, do ulemi tim katër, dhe më bet, du të më katër. Të janë pyetje që i ndërton publiku, se shpuna që unë jam duke ndërtu pyetje nga koga ime, edhe publiku kërkon informacion për seriositet dhe për korrektësi dhe administrata duhet ta kishte sjellë informacionin. Do ta lexoj dhe do jap. Po pritet, po shkruajtë mund të vinë. Jo nuk e do se do të ishte informacioni thënë. Kujt? Administrata do kisha sjellë informacionin në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të ishte gjithë Këshilli Bashkiak ta kishte informacionin. Disa kërkesa nuk do të kthehen përgjigje, do të japun me Tani kjo nuk është më bet ndërmjet dy njerëzve, sepse ne mund të jemi mikë dhe shok, ne jemi shumë mirë, por ne kemi solucion. Këto janë interesa publike, që njerëzit i kanë edhe duan të dëgjojnë dhe duan të marrin informacion. Në shkresë të futboll. Kërkesës së metatit, zoti metat ka drejt kërkojë në Këshillin
Një sekundë, do të them diçka. E lexova edhe ka kërkesën dhe aty kërkohet një informacion që unë besoj se nuk është targët i këshillit për ta marrë informacion. Nuk mund të diskutohet në këshill emrat e drejtorëve që kanë dhënë dorëheqjen, pse kanë dhënë dorëheqjen, nuk është targët i këshillit, merret me punësimet e këshillit. Tonë në jetë informacion me shkrim, dakor, nuk është me shkrim, as me shkrim, as me gojë. Ky informacion është konfidencial. Nuk i vetë zina unë po vërtet se kam vendosur Ky informacion duhet të jepet këshillit, se kush nga drejtorët ka dhënë dorëheqjen, pse ka dhënë dorëheqjen, ajo është targët i bashkisë. Që e mendoj. Në rregull. Do të thita, unë të ndrosh teknika juaj, sepse të njëjtën situatë pati dhe zoti i dritë dhe zoja Silvana me kërkesën në mbledhjen e mëparshme. Ju dhanë përgjigjet të gjitha një për një. Informacion që do të shkresë, do të ishte në shkresë. Nuk ka se diskutohen emrat fare, emrat e drejtorëve nuk diskutohen. Ka ta në shqipë të diskutohen, që të disa. Ka ta Unë po jep informacion të nuk bënjohen funksion e këshillit. funksionon shumë. Kjo lloj kërkesë është kërkesë individuale. Atëherë në mënyrë private ka shkuar zotërisht Në mënyrë private nuk shkojnë të shkresë. Edhe private nuk mund shkojnë emrat, si do të jetë. Paka shumë më duket një diçka falso kjo, sepse për pikë me personat takoheni dhe jeni në për tavolinë dhe mund ta diskutoni dhe keni bërë bisedë, diskutimi dhe të vish ta kërkosh sa përsyet faqe nuk e mendoj, sepse ne jemi koshenca e Shorogozhina dhe ne dim shumë mirë kush ka dhënë dhe kush nuk ka dhënë dorëheqjen. Se çfarë bëni ju në bashkinë personalisht po ja themi që mitati do për publikun, po ja them dhe publikut, nuk më intereson, më intereson të jeni pranë qytetarëve, të zbatoni ligjin në atë pjesa tjetër është e juaja. Më intereson të funksioni. Që bashkia ka funksion qytetarëve, por nuk mund të kërkojmë emrat se ka dhënë. Për show mund ta bëjmë, po s'më intereson se kush jep drejt. Unë mendoj që ne kemi drejt Unë mora përsipër që do rasim në raport drejtor për punën që bëjmë. Ne kemi drejt që verifikojmë punën që bën drejtori. Edhe të rasim në raport. Emrimet e shkartimit nuk janë Emrimet e shkartimit janë pjesë e ëndra kanë lidhje fare. Kalim në pikën 5, aty po e lam. Miratimi për vendimit në sistemin e taksave dhe tarifave vendore, vitin 2006 për bashkinë Rrogozhë. Por dini, ky projekt vendimi është konsultuar në publikun se dhe ka marrë miratimin e Komisionit të Financës. Relaton drejtoresha të ardhur dhe zhvillimit ekonomik, zonja Marsita Tato. Përshëndetje, zonja Marsita. Siç edhe është diskutuar fakti parë sistemi taksave dhe tarifave, janë bërë diskutime edhe nga Komisioni i Ekonomisë dhe Financave, janë shtuar të gjithë propozimet në dokumentin përfundimtar, shtuar taksa e infrastrukturës arsimore, kam bërë ndryshimet e nevojshme në bazave veçore dhe përpara e kushtit final, gjë është të miratim. Nuk e nëse kam një diskutim. Paketa fiskale është diskutuar në Komisionin e Ekonomisë, dhe ne si komision kemi rënë dakord që paketa të kalojë, ashtu siç është, nëse ka diskutime nga ata të këshillit. Keni ndonjë pyetje? E hetim në votim. Pra, undërën abstenim të gjithë pra miratorë. Faleminderit. Faleminderit. Pikëm 6, raport nga Njësia e auditit të brendshëm mbi punën e dorëve dhe problematikat e evidentuara në bashkinë Rrogozhë. Raport mbi zbatimin e vendimit të Këshillit Bashkiak për periudhën janar-shtator 2025. Relator drejtoresha juridike zonja Ekela Ballapani. Nëse kena
Informacioni që në bashkët një raport në Komisionit Këshillimor për dhënien e titullit të nderit të zotit Ramazan Tatori. Që na ka ardhur dhe projekt vendimi. Bëjmë një rëndje të ndryshme, që e kaluam atje. Po, voti e prezantit të vazhdojmë. Informacioni që në bashkët një raport në Komisionit Këshillimor për dhënien e titullit të nderit të zotit Enver Dali. Barometrin. Barometri është për mua. Ja, është ne kemi rënë dakord si komision vëmë kursi për kontributin që na dhanë ata të jetë për fikë në certifikat në Irlande. Për të gjithë që do a kemi marrë një kjo që si nis, që Po, zoti Lulzim Hasan? Po jam me Silvana, në të kemi dhe patër me komisionin tonë, ku se ishte një person në është propozu të certifikat milione. Nga komisioni, propozuar nga komisioni. Po. Bukurja shpjeguar se atë shpjegim. Ne kemi marrë si nis për të gjithë mësuesit mbas vdekjes. Nuk për të rënë të bashkuar, për të gjithë mësuesit mbas vdekjes do japim certifikat në komisioni Okej, me që jemi në kuadrin e diskutimit, çfarë bëj si ai në vogël Ta çon pak sekretarin në lidhje me një informacion vogël? Po ja. Zotin Ver, ta dëgjojmë pak. Shkojmë pajën. Po. Është thjesht një diskutim, jo nuk është projekt vendim. Po, zoti. Po, dhe kemi miratuar një rregullore për tipet e nderit që normalisht kemi miratuar ju dhe e njihni gjithë, ju është përcjell që Këshilli jep qytetar nderi titull që jep Këshilli dhe minjoja e qytetit. Certifikata e minjojës është një titull që nuk është parashikuar nga rregullore. Në rastin tonë mund të delegohet sektorit kulturës së të marrë masat për dhënien e certifikatës së minjojës, në varësi të diun. Por ne nuk mund të marrim dot vendim për diçka që se kemi. Okej, dakor. Të më t'ja përcjellin sektorit kulturës, sektorit kulturës nuk ka. Po, mbroj. Për pjesë kjo pjesë e mësuesve është goxha e nisë me mirë, edhe ana e dy anëve politike. Unë do sugjeroja, pastaj do shikoni po ju me komisionet që keni, që mos ngeli vetëm për ato mbas vdekjes. Tjetër para se vdesjes. Kështu që në momentin që ato dalin pension, ka një karrierë po themi mbi 20 vjeçare në arsim, mirat të bëhet një nisë kaq vite mësuesi, dolin pension, ti jepet certifikata mirënjohës, mendoj unë. Edhe të jetë një vlerësim
për të gjithë, se nuk na kushton asgjë. Formalitet. Formalitet për çdo mësues është edhe kënaqësi kur është fëmia, prind, ka që i kënaqësi në familje. Kështu që unë sugjeroj që mos ngeli pas drejtës, po të bie edhe më afër. Po kanë profitim, po është profitim moral, që ti e vlerëson një. Po të japsh edhe diçka që ta ndjej tamam. Po. Çfarë? Si ide është ide e mirë, Sepse unë marrën babën tim kur doli pension në kohën e lirit, i dha një radio lirie. Për të shkruar i buraçi se ndjen dhe ai kënaqet. Po letre për letre. Në pension. Fillojmë me këtë sugjerim. Po diçka t'ja japsh. Mund të bësh dhe historikun e qytetit arsimit të... Që ne presim nga gjithë propozimet nga ju, dhe ne si përshkritojmë listën edhe hajde për 100 njësit, dalim në filozofë. Ta gjëm pak se nuk e kemi dëgjuar sot. Po, pasi poli e ta kryetari edhe, të bëshim edhe para se të shkomi në ato dhe. Momenti që dalim pension, të kaloj... Edhe, nuk e di, nuk kam pasi mësus ka i për morjen time, i polizori Rajdo. Se të gjua këtë zotrim, nuk e mbaj mund shumë si... E kam të gjuar, po them që për mua dhe në figur, por të vërsuar. Nuk e di se si e... Burri të shelit. Eli Rajdo. Tani, unë e mbaj mund si zërzoj, si përsërzoj, kaq. Po, e di që e mbaj qëtë Nga i silë gjithë propozimet, vazhdojmë herë pas herë, me jam atë konkret. Që ne marrë për si. E ka njësë të unë se ti se kush i fuk këto emra. Në to pozime. Po kërkes vetë familje. Po, dëgjoj pastaj, këtë këtë dhe këtë... Kemi të bëjmë bashkë. Ishte po, ishte mirë. Si mas qytetarë të zonë. Pak më shpejt. Kurse qytetarët ndje sa për të ashtu, të them që një njëri që është kontribues për qytetin, ai e meriton qytetarët ndje. Se qytetarët ndje mund të jenë të pakët dhe të vlerësuar. Mendimi jam. Po të bëjmë qytetarët ndje, tash se ne kemi edhe mësues debatikas, që në kohën e vet janë shprehur, kanë fol, janë dënuar mësues për fjalë lirë. Edhe nuk mund të bëjmë ne gjithë qytetarët ndje, se ti mund ta di se kush është. I diskutoni komision, kush meriton, kanë Edhe diçka tjetër kam që do të mos e nënvlerësoni komisionin e në për ngrejnë për të sektuar. Komisionin e pasërtisë figurave në Tiranë. Sepse nuk mund të fusim, se kemi në përsekton diçka. Së është kushta që në ta bëndërën. Bravo. Sepse nuk mund të thonë të ne që ai që tjetë dhe të pasë, mos jetë me zorë që e mrapa. Kemi kusht të që do të bëjmë... Të komisioni dosjen. Komisioni dosjen. Atëherë, kalojmë në pikën 11. Njoftim për gjetjen e barometrit në nivel kombëtar dhe specifikisht për Bashkinë Rrogozhin. Fjala për kryetaren e Aleancës së Grave Shqiptare, zonja Fatmira Fatoni. Zonja Fatmira, përshëndetje. Fjala për ju. Të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiake, të nderuar përfaqësues të administratës, të nderuar qytetarë. Nga të dhënat që ka dhënë barometri, që është një instrument vlerësimi dhe monitorimi për zbatimin e standardeve të barazisë gjinore në qeverisjen vendore, dhe të dhënat për Rrogozhinën, që janë mbledhur gjatë muajit dhjetor 2024 dhe janar 2025, në bashkëpunim të ngushtë midis Aleancës së Grave Këshilltare dhe administratës së bashkisë, është arritur në përfundimin se në bashkinë tonë mungojnë streheza. Çfarë është streheza? Janë vende ku strehohen gratë ose vajzat të dënuar. Nga analiza rezulton se Bashkia Rrogozhin nuk ka të dhëna për streheza si shërbim i kujdesit shoqëror për gratë, vajzat shfaqzon, prindi vetëm apo viktimat të dhunës familjare.
Për sa më sipër, Aleanca e Grave Këshilltare, në përmbushje të rolit të saj, si zë për barazim dhe drejtësinë sociale në vendimarrje, i rekomandon administratës së bashkisë që të mundsoj marrjen e masave konkrete për përmirësimin e nismës së mësipërme, duke filluar punën në vitin e ardhshëm dhe për të mundësuar ngritjen e një stresi të tillë që i vjen në ndihmë të gjithë komunitetit dhe nga ana sociale. Gjithashtu, kërkojmë rregullisht në raport zyrtar nga administrata për ecurinë dhe për përmbushjes së këtij detyrimi në mënyrë që mund të ndjekim progresin dhe të sigurohemi që parimet e barazisë gjinore të jenë të pranishme në qeverisjen vendore. Barazia gjinore nuk është vetëm një detyrim ligjor, por një themel i demokracisë lokale dhe zhvillimit të qëndrueshëm për të gjithë qytetarët. Ju falenderit për vëmendjen. Faleminderit zonja Fatmira. Po, zoti Ledian Hasani. Po. Parazitë gjinore jemi duke përgatitur të planin e parazitë gjinore. Dua kam nisur në email, plani është 3 vjeçar. Plani parazitë gjinore është 3 vjeçar dhe domethënë fondi që është parashikuar është 9 milion lekë vjetra për 3 vite, sepse ato mundësi financiare kemi edhe ne, që ta zbatojmë atë plan, mos bëjmë parashikime shumë mëdha dhe mos zbatojmë atë gjë. Sa për sprezën, ne i rekomandojmë Tiranë gjithë, sepse është e pamundur që ne ta mbajmë, edhe sikur ta kemi stresin, se streset do punojnë, do psikolog, do infermierë, stafi që është e pamundur që ta mbajmë. Rastet e rrugës ne i është e nevojshme për të ndodhi një dhunë nga Tjesë rehon, merë një apartament, të kemë pjësitetit, merë një apartament e marë që të strehun një të dhunohën. Nuk është nevojë të marrë një shkatë në shkojtë të këtë dinë që nuk arrim punë, edhe ka atë që do të nuk arrim. Problemi është një streh momentale. Faktikisht duhet një qendër multifunksionale, jo vetëm për pjesën e grave, janë edhe pensionistët. Dhe ideja jonë ishte që mund të jetë një nga këto... Ne kemi prioritet, kështu që të bëjmë një projekt përgjithshëm edhe për njerëzit e pastre, që të bëjmë një godin që Në një godin që mund të jetë një institucion që është i mbetur një shkollë për shkakun që është e mbetur që nuk është më funksionale, si institucion për banesa. Do persone aty që të shërbejë, një edhe muar do persone aty ne është marrë shumë. Për momenti një stres, nëse ne problemi me kërkuar në këtë mënyrë. Në rast të drunit flasim mund ta parashikojmë ke plani që do të bëjmë, mund ta parashikojmë se atë ndryshon plani vit për vit ndryshon, nuk është problem atë. Një apartament gjithmonë funksion, kundrejt nuk dihet që çfarë do të bëjë. Okej, kurrë. Faleminderit edhe ju. Faleminderit, zona kryetare. Vazhdojmë me pikën 13. Informacion mbi veprimtarinë dhe masat e marra nga policia. Të të shiku... Atëherë, dhe më thënë u kaluam me që iku shurtimi i kërkesës për informacion nga antari i Këshillit Bashkiak zoti Mitat Daja. Kemi një kërkesë për disa informacione të ardhura nga këshilltari zoti Mitat. Kryetari i bashkisë, fjalë për ju. Pavarësisht se ne kishim marrë përderisa personi vetë nuk të shkruar dhe të bëjë një kërkesë përgjithshme, disa informacione janë edhe konfidenciale që nuk mund të dihen, por në shkërkesë. Si që thanë dhe kolegët këshilltarë më përpara, thënë që janë ta pjesë punësime që vi takojnë në Këshillin Bashkiak, Havana apo jo Bereqe, ka kërkuar informacion mbi stadiumi i Sport Klub Bernatin, që themi drejtën është një nga privilegjet që ka Rrogina sot, edhe ku njemi në gjithë botën. Normalisht ka ato situacione dhe veta, ku bashkia është edhe përgjegjëse edhe aksionere e kësaj 25% që i takon.
ka kërkuar nëse këto burime financiare po them në mënyrë përgjithshme, se kishin menuar në mënyrë specifike, por që ai s'do të dëgjoj, po po e them. Një situacione që ato mbajnë çdo ditë janë edhe online, KF, shoqëria aksionere Ignati janë online, ka dalë në fitim në minimal, Bashkia Rrogozhi nuk ka marrë të ardhura nga këto 3 vite, sepse normalisht që të marrësh nga një biznes duhet edhe të shëndoshet ai biznes që të marrë të ardhurën e tij. Të ardhur që ne kemi kaluar janë ato vendimet e Këshillit Bashkiak që ne kemi marrë për sportin, që i kanë kaluar SHA Ignatias. Përfitimet e bashkisë në këtë rast po themi që nuk ka pasur deri sot që kemi, por kemi përfituar një stadium që do jetë aty për gjithë vitet që do kalojnë, se nuk është se do marrë kush me vete. Për pjesën e përfitimet e bashkisë janë, kemi pas edhe po nga këshilltari në fjalë ka pas propozim për pensionistët ku Ignatia SHA ka marrë për pjesën e grave që është falas hyrja në stadium. Ne kemi pritur dhe kemi dërguar edhe si mendim për pjesën e kësaj për pensionistët që të hyjnë apo jo në stadium pa pagesë. Jemi në diskutim se do parë dhe kjo punë dhe sportin me ato të ardha të mbarë. Pastaj ka bërë kërkesë për pjesën e ka bërë ulje falas, kemi pas shumë, kemi pas ato kontakte, është pozitiv këtë kjo pjesë që të gjë çdo gjë nga Këshilli të kërkojnë. Për sa i përket për pjesën e pastrimit, normalisht kemi një informacion, janë mbledhuar nga granti rreth 45 milion dhe nga shpenzimet nga të arat të 14 milion, deri në shtator të vitit që ne jemi. Kemi muajt që janë brenda që akoma nuk janë alokuar nga bashkia. Janë 2 firma që të bëjnë pastrimin që e dini, një merret me gjelbrimin, një merret me pastrimin. Shumat janë pagesat që bëhen nga Bashkia Rrogozhi në telin online, si pagesat, si kontrata, si edhe sa është pagesat mujore. Po kemi çfarë fshehim që kanë gjëra, se kuptojnë ajo edhe pyetje që bëhen për këtë gjë, se i keni aty në kusë. Unë e kuptoj që duan për show mediatik nesër, i kuptojmë edhe këtë pyetje. Operatorët ekonomik që kryen këtë shërbim, ju a thash që janë 3 firma që merren, një merret me pastrimin, një merret me gjelbrim, pastrim. Ka sjellë edhe një pyetje të katërt, informacion mbi problematike që ka sjellë dhe marrë usels kanalizimin në qytetin e Rrogozhinës, që janë për rrugët që ato herë pas here veprojnë. Ku ne kemi çuar një notë vrejtja dhe ndoshta mund të marrim edhe veprime të tjera gjuhë, sepse kanë hapur disa vende edhe pa leje dhe me drejtë kanë ngritur pyetje. Kështu që para shumë të janë të përgjithshme. Nëse kena një pyetje konkrete, ka ju që jeni se nga këtu që ti ka bërë iku, unë jam i dashur që të përgjigjem. Zonja Silvana? Po, total. Janë të në lagje, pe gjus edhe pe shim. A ka të drejtë firma në rritë pastrim? Atëherë, firma ka të drejtë, sepse janë nuk e di në kontratë 12 a 10 nuk e di diçka të tillë varrezat kryesore të njësisë. Do hap kontratën dhe të kthej përgjigje të saktë. Kështu që nuk është problemi e që punëtorët e bashkisë, po patjetër, jo është aty që nuk ndërhyjmë, që e kanë ato në detyrim, ndërhyjmë ne që kemi, se janë rreth 30 kusur varreza që janë në njësi to. Kështu që këtë se ka bërë dhe informacion tjetër për pjesën e tregut, falë se. Po, ja, edhe një pik tjetër. Ku e lexova këtë pjesën e tregut? Po dhe për pjesën e tregut që, pjesën e tregut, ato përsa e kam përgjigje në po e keni përgjigjen, po kështu që e keni atë informacion, po unë do të dalë edhe këtë tregu qyteti që ne kemi bërë, se shumë zhurëm është bërë me këtë tregun, por do të themi që ato janë 23 tezga të tilla, ato janë vendosur vjetra për 11, të tjerat janë në magazin që do përdoren në spille, në gos, ku ka kërkesë aty. Kështu që janë aty brenda, mund të verifikohen, mund të shikohen, mund të bëhen preventive në firma ndryshme, mund ti shikoni gjithë se shumë ty më shtellë dhe ty dhe 10 tezga, kaq lek, kaq milion, kaq subë për milionat. Po nëse ju gjeni më lirë, ne hajde t'i bëjmë. Ato ka një manual
që Silvan tjetë një shumi që është manuali, merrin manualin, e shikojnë nëse bashkia ka bërë shkelje, ne jemi të gatshëm, se edhe unë pa kam bërë gatim, shpejt e vend. Kështu që jemi të gatshëm që të jemi transparent, të vini të shikoni tek magazinat. Pjesë janë antarë këshillit më interesant të sqarojë atë që... Jo, në rregull, unë jam pranoj në rregull të temës. Të sqarojë për punësim. Ne, si këshill, nuk jemi të drejtë të kërkojmë takim nga ato se shpesh na bëhet në rrjetet sociale, nuk dërhyni, nuk thoni. Nëse bëni kërkesa për shoh, atëherë unë jam e para si opozitë të them që po unë puli nisëm me punëtorëve të gjithë. Nuk e kemi të drejtë vetëm kaq. Ishte të sqarohet në një drejtë ku kemi ne atë. Faleminderit. Të dëgjojmë pak zonja Alime. Jo, unë isha tek kjo pjesa e pastrimit. Unë e kam drejtën pastrimin të vozhimit të këshalluar. Tani unë po e flasë. Ne e dim që ka shaluar, kemi marrë dhe nota proteste kujtë e saj, sepse ka ndodhur herë pas here, nuk është fajin vetëm i bashkisë tonë, janë sepse disa gjëra që ne i çojmë në Elbasan këto. Ka pas ato problemi koshave që ata mbushen që mëngjes me ato kartona të hyrjet supermarketit. Unë do këtë kemi të shoh shkresë, do marrim gjolla, do të Është shumë problematik. pas të 5 minutë pastaj. Edhe një gjë, do ta ngrim gjithë bashkë, sepse unë që edhe ju shikoni, koshat janë bosh, dhe si që kemi ne zakon, shkojmë aty ke koshi dhe derdhim karrocën apo hedhim koshat për jashtë. Mendoj që duhet të sensibilizojmë të gjithë ato njerëzit që ne njohim, se nuk mund t'i detyrojmë. Ne kemi marrë dhe gjoba, por nuk është kjo mënyra më e mirë. Edhe një pjesë më e madhe të koshave ndodh kjo pjesë, kurse për pjesën e biznesit ne kemi çuar edhe shkresë, edhe orare që ato duhet dalin, sepse gjithmonë pastrimi ndodh në një orar të vonë darkës, që ato dalin ke edhe mëngjes. Kështu që e kam marrë, besoj që edhe nga mbledhja e kaluar e njëjta pyetja apo diçka më përpara për këtë pjesë. Kështu që jemi okay me kjo pjesë dhe kemi marrë masat që ne ata kanë. Falë që të ndërpreva kështu që. Këtë kisha për pjesën e pastrimit. Pastaj tjera detajë që shkonin që ishin ku të pastrimi që ka çaluar. Punën e biznesit nuk di që bizneset nuk kanë fare të kosha. Kanë pakese ekstra, ose një gjendë se do të çelin çojti. Jo, ata kanë paketë fiskale, kanë një pagesë më shumë nga qytetarët, por ne kemi se janë biznese nuk janë aq që po themi që janë të mëdha që duan koshtat e veçantë, edhe nuk kanë këto produktet që janë që duan kastile për të zbatuar në për restitucione të tjera, sepse ka, nëse një prodhon boja apo çfarë nuk mund ta hedhë për shpenzë, se do të marrë koshin, do të dërgojë, do të kërkesë. Kështu që ata kanë një pagesë mbi, nuk e di sa është nga paketa fiskale dhe kanë në orar, po e kemi caktuar orar. Supermarketet që janë vazhdim. Në spillë gjatë verës, ju keni parë, pastaj 2 apo 3 herë në ditë pjesa e plazhit. Që po them që jemi cikë dhe është pasqyrë. Kjo është i punë që nuk ta janë dispozicion për i takon është e drejtë shqetësimi. I rikthejmë pikës 7, që më falë, pikës 6, që e kaluam se tani na erdhi raport nga njësia auditit të brendshëm mbi punën e bërë dhe problematikat e evidentuara në Bashkinë Rrogozhinit. Përgjithësi njësisë auditit të brendshëm, zoti Noredin Tosku. Përshëndetje. Po kam Ndjesë. Do shndroni deri në fund duhet të shkojë se kam parku. Në taksës kemi punor. Ska që se janë të Pakete ka tonë. Nuk kam dërguar të gjithë informacionin në punën e shkërtat të brendshëm për vitin 2025. Se kemi diçka. Në
shtetit, kur marrë kontrolli shtetit, ta dini në Kontrolli shtetit ka ardhur 2 herë, është e di që do. Ne kemi edhe informacione. Po. Ti i shpis. Ta do të thashë sa do të thotë. Kontrolli shtetit ta do bësh. Ne kemi bërë 4 auditime, domethënë në qoftë se do të referoj edhe gjitha gjetjet. Rekomandime. Po, kemi 2 njësi. Gosë edhe Sinabava, kemi edhe drejtorinë politikë urbane, kemi edhe drejtorinë e shërbimeve. I kemi po, patjetër, janë auditime të funduara. Aty kanë ardhur një problem. Për gjithë në të gjithë rezultatet në auditimi jonë funksionon. Okej. Kemi kryer auditim në drejtorinë e shërbimeve, marrim një rast ose drejtorinë politikë urbane. Zakonisht kemi lënë një rekomandim. Po, për planet mujore të punës dhe vjetëtare, programimet që të bënë. Kjo është një rekomandim i parë. Kemi rekomandim lidhur me raportet dhe evidencat që për investimet e kryera në fushën e ndriçimit rrugor, azhëllimit gjendjes që të bëhen, por thjesht kemi kërkuar për dokumentacion. Edhe një kapinge po të. Pra për lëkume. Ose nëse zgjatë shumë e parë për të Ajde, shpejt. Okej. Atëherë, në shkresën 24 11 është dërguar plani strategjik që dërgojmë vjetor Ministrisë Financave, lidhur me punën tonë që të kryejmë, 3 vjeçarin dhe 1 vjeçarin. Në planin vjetor 2025 kemi vendosur prioritete fushat me risk të lartë për të audituar, cilat bëhen një vlerësim nga njësia auditit për ndërtimin e këtyre fushave. Kemi kryer 4 auditime të plota, aktualisht jemi në auditim të drejtorisë financës. Sapo e kemi ndërtuar dokumentacione, kemi akoma edhe përfundimtare të dërguar. Dhe parashikojmë që për vitin 2025 të kryejmë 5 auditime. 2025. S'kam bërë akoma, po pra. Parashikimin fund ne mbyllim vjetor me 31 vjetor, ma vëmë programi jonë. Në bo 4, parashikojmë të bëjmë 5. Pra 60% planit vjetore. Të gjithë të planit që njësë. Mbi auditimin e kryer në drejtorinë e politikë urbane me qëllim përmirësimin e përmbajtjes së subjektit të audituar, duke respektuar të gjitha normat rregullatorë në fuqi, komfort planit vjetor të auditit të brendshëm është kryer dhe auditimi të drejtë politikë urbane. Lidhur me zhvillimin e aktivitetit të saj komfort me ligjit dhe të gjitha rregullave në fuqi. Në këtë drejtori nga audituesit u konstatuan parregullësi të karakterit organizativ, kryesisht 3 gjetje dhe një gjetje të karakterit me dëm ekonomik, të cila rrjedh si pasojë e këtë llogaritjes së taksës së ndërtimit në infrastrukturë nga ana specialiste. Gjetje e pranuar nga stafi si do morë masa për korrigjimin e njoftim të detyrimit për efekt llogaritjen nga vim të taksës së ndërtimit të infrastrukturës. Kemi marrë dhe njësi të administrative GOS Senaballaj, ku janë konstatuar një gjetje kryesisht të borxhit në tepër, familjarët, e cila është një problematikë në bashkimit tonë. Po, patjetër. Tani, është informacione dhe veprimtarinë dhe masat e marra nga Policia e Shtetit për menaxhimin e situatës së zjarreve që prekën bashkinë Rrogozhin në Stinën e Verës 2025. E kemi njoftuar postën e policisë, e kemi dërguar njoftimin zyrtar dhe nuk na ka ardhur asnjë profesus.
ka sjell për raportor. Jo. Edhe mbledhen herës kaluar, I kemi revuar. Po, atje, me gjithë. Kalojmë në pikën 14, raport nga administratorët të njësisë administrative mbi mbarvajtjen e punës dhe problematikët e hasura gjatë periudhës qershor-tetor 2025. Me sa po shikojmë në sa? Jo, I kam marrë sepse duke ditë që është periudhë koshore. Vetëm një përfaqësues nga Njësia Administrative Leke, Bashkëndetësa. Okej, aty flason të tjera, kurse I Lekës vjen ne kemi prodhuar si material. Po I kanë për si material, po edhe që do të gjëra në juaj. Atëherë më marr nga pjesa e kryevjedhit që është më e largët, qershor-tetor ka qenë qershori ka qenë pjesë edhe kryevjedhi ka qenë një nga njësitë që kanë më hyrjet më të mëdha edhe nga pjesa e pushuesve që shkojnë në plazh. Normalisht edhe të ardhurët aty kanë qenë goxha të mira. Pastrimi ka qenë një nga pikat kyçe që edhe ne na ka funksionuar me sistemimin e rrugës së re që është bërë aty, nëse ju keni kaluar që është lidh nga vila deri në Spellë, Guri të Muar, që ka ndryshuar komplet rrjedhën e gjithë situatës aty duke rrit vlerën e pronës edhe të tjerë. Njësitë administrative kanë bërë pastrime kanalesh, në bordin e kollimit është mbaruar edhe hidrovori që ka qenë një problematik në veten në këtë zonë. Kështu që kjo zonë është sistemor paktën për pjesën e përmbysjeve, ku edhe tham në këtë rast që nga shirat se ka qenë një zonë që u përmbysë është pa probleme deri tani. Ne shpresojmë që ta kalojmë pa probleme deri në fund të shirat. Për pjesën e njësisë GOS është informacioni kemi në këtë mënyrë përgjithshme, nëse keni pyetje pastaj kalojmë për detajet. Njësia e GOS ka qenë një nga zonat që u përmbysën më shumë shirat, në faktikisht kjo ka qenë qershori tetor kemi bërë edhe pjesë pastrime kanalesh. Ta falë pres pak. Zoti Andrei Molla. Sa po bëjmë një pjesë të shkatohet për vjellit. Pjesë. Pika 2. Problematika që ka ngritur, thotë organika njësisë administrative për vjet është domosdoshme shtimi këtyre pozicioneve. Gjithë të taksë të polojës një përgjegjës një specialist dhe një jurist, pasi ka vërtetime të shkesa juridike. Po, është e vërtetë. Dhe ndarja pozicionet të regjistrit nga sekretar protokoll. Kjo është një njësi që pothuajse është ka ngarkesën e gjatë verës siç e ka bashkia. Ne kemi pas edhe në burimin njerëzor jemi duke rishikuar pjesën e strukturës. Kështu që është e domosdoshme. Jemi me pak më një strukturë. Jo, ne do jemi po ke numri. Ne jemi po ke numri I njëjtë. Pardon? Më vesh puni gjithmonë. Silvana thotë ne kemi marrë vesh kur do shkojë. Ju vjen vesh gjithë dhe ne nuk e dim kjo. Jo, ju më leni këtë rrethë ku ne dim se keni bëu. Kur do shkojmë? Se dimë që kemi. Prandaj çfarë të dim po nuk e di jam. Ne këtë shtim të Ka kërkuar dhe është e vërtetë është domosdoshme. Nuk po themi të gjitha për një ekonomist, për një jurist. Ne do mundohemi një njëjti numër, por duke bërë modifikimin e duhur strukturës. Pa shpakën tonë. Dhe ka një kërkesë tjetër, që në rrezat e fshatit Spilletët nuk ka vende. Po, I kemi marrë, është Spilleja dhe Rogozhina që ne po I marrim për shpronësim. Spilleja është rreth Greth, janë Varrezat apo Lum, se ka Tre fshatër me Varrezat. Është rreth Grethi, është Rogozhina që po shkon në limitet e kësaj, kështu që jemi duke u marrë në këtë pjesë. Për pjesën e Lekës do flasë vetë jepi bashkim se do të ngjoj. Hajde, zoti bashkim. Socialistët është përgjegjësi I profesorës. Ose kam Raport në administrative leke. Me zonë shpesë këtu 14 janë 40 prapë Ministeri e 2025 në lidhje me raportim në Këshillin Bashkëtep Rogozhin të mbarvajtje të punëve dhe problematikët e hasura gjatë periudhës qershor-tetor 2025 për shumë poshtë. Gjatë periudhës një punë e mirë për periudhën qershor-tetor 2025 është bërë sidomos problematikët e kryera nga fermerët në tokat të mbjellura me kulturë të tyre bujqësore. Në zonën e poshtme, në fshatet Shkozet, Druzima, Lekaj, pavarësisht të ndërmjet problematike në fillim të sezonit, vaditjet në kanalin e madh që ka vajt, u arritën që punët e vaditjes të kryeshin normalisht në këto fshatra.
Një punë e shkëlqyer u bë sidomos në zonën sipër përvatitit në tokët në fshatat Okshtull Gërmek, të cilët përvatitin pas një lloj problemi, sa deshën, kur e deshën, është ujë. Sot e kam në informacionin gjithë. Do them disa I them 2-3 problematika, që kam problematika në 2-3 zona zonës Gërmej, që është pjesa e Lugut që e thonë. Po, kjo është ajo përvatimi e pjesën e Lugut. Ne kemi bërë një projekt, kemi kërkuar edhe Ministrisë Bujqësisë, dhe shpresojmë që të dalim kurse pjesë. Pastaj është edhe ku pale një problematikë në pjesën e ujbledhësi që kemi atje, u sistemuar dhe portat janë të dy personale. Është punë model faktikisht. Janë porta është gjë rregull, është shkruar, mbushet, rezervuar me shirat, gjithë shirat janë, kështu që kemi okay me pjesë dhe kjo ishte problematika më kryesore në madhe. Kështu që arritëm me sukses dhe është gjë që funksionon. Pastaj problematikat janë shumë të flasin për infrastrukturë rrugore, ndriçim. Me që se më ndryqimin është se ju të marrë njësi e tekës. Po, unë të përmujnë, më rejnë pas të Dhe ujbledhësit kur bëhen ka një afat caktuar kohor se sa e kanë jetën. Nuk është me pastru një ujbledhës i tuën fonde pa parë. Faktën tjetë një menaxhim i mirë. Vitet e fundit pas menaxhim dhe ka tepruar rrugë. Këtë ditë që u hapën portën për të rregulluar, mendojmë në shije që do vinë, nëse i mbushet në nivelet e duhura, e kalon paktën më aq sa Bilet tani ka një mbushje speciale, kur të shkoj kërket pardje. Kështu që është problem tjetër. Po, zoti Semir Kasa? Në fakt, ndjes Semir Sani. Ku? Ke maje shënim dhe shikoj pozicion në komisit të I po e më. Kemi provuar për janë shumë, nuk kemi do më ishtë madhë, se gjithë botën ndodhe i këtë rejle që poha. Ne aty thjesht me kemi folë edhe me administratorin dhe me specialistët që mos kaloj kamionet e mëdhej të faktën, në ato orare që bëhen. Po makinat e vogla dhe kalojnë me gjithë. 2 orë, 3 orë. Po janë familje aty që edhe kalojnë, se lidhe dhe leka në vogla të mësuar, se nëse nuk do ishte okay. Kurse për kamionet kemi marrë masë, kemi gjithë për cimba shkake që mos kalojnë aty në ato 3-4 orë që janë jetë bërë. Se është gjithë, nëse kalojnë gjithë Europën i ka të drejtët atje. Ne në masa, sepse këtë vit në Skëller ka qenë problema këtu, kanalizimi. Kanalizimi në Ujë të Zezës Skëller ka dalë fituesi që do bëhen Ujë të Zeza, po kanë ato kohët e vete që të marrin lejen mjedisore, me te që kanë ato studimet e natyrës që kanë në mjedisit. Dhe është fond që është miratuar që duhet fillojnë sa më shpejt. Është programuar gjatë kohës normale diku ke 7-8.000 banorë që do jenë prezent, gjatë verës do jenë funksion për 20.000 banorë. Kështu që është një sistem që shpresoj që të na nxjerrë mirë nga ajo. Dhe një tjetër kisha Korçerka në qytetit Koroshit. Nuk më duket e përshtatshme për aq fëmijë janë aty. Lagshti. Lagshti nuk e di për hapësira, po jemi dakord me drejtorin e kemi. Kemi parë shumë ndërtesa, po nuk i përshtatet sepse do dhe nëse ne ikim aty do të ketë një, po të themi edhe herë më madhe se aq sa është. Si apo edhe me kaluar me drejt. Nuk kemi gjetur një godin që tjetë afër qendrës, sepse ne e çojmë në diku tjetër, besoj që nuk bëhet. Kemi pyetur aty mbas bashkisë që është një ndërtesë, kemi parë, kemi bërë një projekt me personin, po dhe do të bish për një afat edhe të gjatë për të marrë me qasë, se është një investim, pastaj të ikesh viti tjetër. Që ne kemi parë vende të përshtatshme, por nuk kemi gjetur një gjë të shkojë për shtatë dhe fëmijëve. Edhe kopshin kemi pas dhe bisedime edhe me drejtoritë edhe me logatorët edhe me mësues që të kalohet edhe ajo me drejt, sepse ju ndihmon gjithë. Po nëse nuk lëvizin çelën aty nuk kemi hapësirë që të bëjmë kopshin me drejt. Një pyetje që janë për të në skuqur që janë të ndryshme. Marrë me këto ose me dyshme? Që kam atë. Po vetë janë pajisur kopshe të materiale.
Para disa coisas que já se publiquem, de completou uma caminhada esportiva. E acho que dá, acho que janë në proces njerëzit duke krije, është një krije për mjekësit. Edhe pjesa e taksës që ju miratuat për këtë punë është të shkoj aty ku duhet edhe të kisë. E kemi pagesën në të muzikës bastë të pjesë në Po, zotë Indrit? Na publiku? Ja, kisha se me patashe në dashëmërsi kryetare në nëpërca flota dhe Po, për shkumbimin. Po, kaca kriti shkumbimin. Po, po të. Ashe, dhe jo, kështë në nesë të në teknika në përtë patë të kërdo shkumbimin. Atëherë, të shpjegoj se pash dikush në projekt një të pyetje. Ne si bashki kemi çuar ty nga ato punësit që kemi parë, kemi të tregojmë se kam pasur çfarë programin pa kriter, me kriter që dinë të lumë. Është të tregoj përgjigjen, nuk e du ndihmën, nuk tregoj, nuk kërkoj ndihmën një shkeli. Atëherë, ato që kanë shkeli, po të dini janë dërguar për në provori janë në hetim për shkeljen e tyre. Ato lumi shkumbin, nuk është pronë në bashkisë, është pronë e Ministrisë Drejtësisë që varet nga një i këmbëtë tjetër që është bashkisë. Ne kemi dërguar shkresën, to doni, ju avem në dispozicion, që ne kemi bërë gjithë ato tonë, që kush pron dëmet atilla të përgjigjet. Janë, po të them që janë dy që janë brenda territorit tonë, se disa nuk janë territorit tonë. Po ja kemi dërguar nga shkuar për vdekje të rëndë. Jo, në të ktheva të thashë kemi dërguar për vdekje të rëndë. Në moment që ato ka shku në prokurori, që çështja ka shku në prokurori, është prokuroria të Në momentin që mund të një kamion, rruga që unë administroj, nuk ka shansë. Janë dek gjitha hapët i qërë, kështë. Nuk është pjesë më e... Ose e përjetore, në momentin që mund shkep grupë time, Nuk ka kthejmë bashkë se dimë së që jo ka kthejmë përgjigjen, kështë që është po doni dhe japim dhe shkresat që kemi bërë dhe gjëra gjitha që kemi pasë. Pak të qenë brenda teritorit. Prapë nuk janë kundra marrjes masave, ai po shfrytëzohet pa kritere, po ashtu me mëra, ne jemi për ligjin, për zbatimin e ligjit. Vazhdojmë me pikën 15 të këtë ndryshme. Kërkesë nga zoti Endri Demarku, kryetari i Këshillit Vendor Rinor, Bashkia Rrogozhin. Për këtë pikë është diskutuar dhe në komisionet e Këshillit të Mbledhur dje, edhe nëse do fjalën në lidhje me këtë kërkesë. Jam do them mund të fjalë, se nuk di çka keni vendosur. Kemi edhe pjesa e Përshëndetje Endri. Pjesa e komisionit. Është një kënaqësi për shkak për nxënësit në Excel. Është bërë një kërkesë që të merret shpërblimet me një notë saktuar, nuk di ku do të qëndrojë kush quhet ekselent, jeni ju që do të ndani. Edhe nëse do ishte mundur, do bëhet buxhetin e ri. Kishte një zë, kemi bërë një parashikim edhe të kalohet për ndihmës, duke parë edhe rritjen e shpinëve për studentët, çarat dhe gjitha në radhë. Edhe libra që do bëjmë. Që më shumë të regalojmë Endri që t'ju shpjegoj. Atëherë përshëndetje që të gjithëve. Pas mbledhjet fundit që ne si të rinj bëm me Këshillin Vendor Rinor të Bashkisë Rrogozhin dhe një bashkëbisedim me kryetarin e bashkisë zotin Edison Molla, dolëm në një konkluzjon që një mbështetje e madhe për arsimin një cilësor dhe për një mbështetje financiarisht për gjithë studentët, por edhe për nxënësit ekselent të gjimnazeve, do të ishte shumë mirë një pjesë një burse e parashikuar nga miratimi i buxhetit për Bashkinë Rrogozhinës për vitin e ardhshëm. Mbështetja financiare duket një ndihmë goxha e konsiderueshme për gjithë nxënësit apo dhe studentët, pasi mund të them se gjithë mund kemi koshient për pjesën e shpenzimeve apo jetesës kushtuesme që një studenti duhet hasur
në studimet e larta qoftë në Tiranë apo në qytete tjera. Pastaj për sa i përket arsimit mesëm, gjimnazeve, do të ishte mirë që edhe për nxënësit ekselent në gjimnaze të kishte një farë vlerësimi për gjithë ata që mund viçin në një mesatare, nuk po them 10.0, por 9.8 deri në mesataren 10. Ndërsa për studentët, propozimi ishte që studentët në mesataren mbi 9, që dhënat janë të nxjerrën arsimore të Rogozhinës, nuk besoj se mund të jenë shumë studentë që kanë dalë mbi këto mesatare, dhe pjesa e bursës të fillonte të parashtrohej nga rezultatet e fundit të vitit të shkollor 2024-2025. Pra ata që kanë dalë nga gjimnazi, që kanë mbaruar shkollën e mesme, por edhe ata që vazhdojnë në shkollën e mesme pas këtij viti. Ky është si propozimi, ne nuk e di. Ka një pyetje para të për komisionin, se ne kemi shkuar te komisioni, po Embri thotë që për nxënësit nga 2024, po flas për studentët e për gjimnazistët. Në mesatare mbi 9, jemi dakord, ka që kanë mbaruar gjimnazin në mesatare mbi 9, po në vit 2 kur shkojnë të nxënësit, ta studentët. Si do procedohet kjo kursa, apo do jetë vetëm për vitin e parë? Jo, ideja është nëse ai student mbron mesataren fakultet në mesataren mbi 9, vazhdoi personet nga ana e bursës. Sepse ekselenca është vazhdueshme, nuk besoj. Dakor. Ka dhe një gjë tjetër, se nxënësit ekselent, për të që kanë mesataren mbi 9, mbështeten me bursa nga universiteti. Po, jam i njoftuar për këtë, unë personalisht dhe di se ka bazë ligjore që ne si bashki të mbështesim dhe kjo do ishte një pyetje që doja parashtroj edhe ju, por fakti që bursa, unë jam vetë përfituese e asaj burse, me mesataren mbi 9, është 10.000 lekë të reja në muaj ose 100.000 lekë vjetra. Tani duke e ditur shumë mirë, duke e ditur shumë mirë se çfarë shpenzimesh ka mesatarisht. Shpenzimet janë njësoj, si për fëmijët, si për fëmijët. Unë jam shumë dakord, por një nxënës ekselent. Jo. Ideja është kjo, një nxënës ekselent që ka punuar 12 vite në arsim, nuk është një lloj një nxënës tjetër që thjesht nuk është funduar fare për të marrë nota dhe është një mesatare poshtë 9-s. Vlerësimi vjen mbas fundimit, nuk besoj se vjen mbas të mundësive financiare apo çdo lloj gjëje tjetër. Nëse për të, jo, jam dakord se për nxit të nxënësit është gjë e mirë, por nuk është ja kemi ne bazën ligjore për të nxit nxënësit që mësojnë, dhe ata që kanë mesatare mbi 9. Për të marrë për të marrë sot ne jemi diskutuar. Dakor, pra unë për diskutim pa edhe se nuk po diskutojmë që mora mendim. Por ka dhe një gjë tjetër, se në projektin, në buxhetin e 2026 se nuk mund parashikojmë për ta që janë duke. Ne do kemi një numër që kemi limit, nuk besoj, nëse po flasim për nxënësit e gjimnazit student që ti shikojmë. Këto 10 student do jenë do shihim mesatar më të lartë që e kanë. Më i madh se 10 mund të jetë, duhet të jetë diku te 20-ta, këto që janë mesatare mbi 9, pak për këtë vit që është mbyll. Po flasim që kjo do hyj vetëm për ata që janë vit parë, se ti nëse do ta bëjmë këtë nis, do ta bëjmë vetëm ata që janë vit dytë, që janë vit të tretë, dhe ato e kanë pavarësisht se nuk e kanë marrë nga bashkia, po ato e kanë rrit mesataren, prandaj mund duhet ja bëjmë gjithë këtë, jo vetëm këtyre që janë vit i parë. O do e vendosim vetëm për vitin e parë, nëse do vazhdojmë për të gjithë vitet do jetë sepse kemi akumulohet, çdo vit kemi 20, bëhen shumë, ndoshta pas 5 vite. Prandaj po them, që kjo është diçka që kjo është diskutim, prandaj jemi sot që ne si vendim e lam këtu për ta shfrytzuar që nuk pastaj për gjimnazet, meqense jemi po te kjo pjesa. Kemi edhe një fund ndërkohë për nxënësit e ekselentë të gjimnazeve, mesatare mbi 9.8, propozojmë një bursë me vlerë 5.000 lekë të reja në muaj. Kjo nuk është simbolie vjetore. Ja do të parë diçka, ne kishim një propozim si këshill që ne jo të japim një orë si komision në vetën që ishte, por që në fund vitit janë një shpërblim nxënësve që janë me rezultate më të larta dhe këtë e menduam për nxënësit e klasave të 12 dhe të klasave të 9. Ky ishte propozimi i komisionit dje. Do të dimë një propozim ai si në sipërfaqe që ne të reflektojmë në projekt buxhetin e ri. Nëse kemi propozime të tjera të Facem do të po klasat e 12 dhe të 9 për shkak të buxhetit të pakët, apo sepse ne nuk duhet të inkurajojmë ato tjerë, se kemi në klasë 10, ne po kemi Klasën e 9 dhe klasën e 12. Pra edhe një pyetje do ishte pse për këto kufizime pra për të 9 dhe të 12 dhe jo për të gjithë, pra duke filluar nga 9 deri
Shqetësi financiare që Shqetësi financiare që përbën kjo ishte propozimi im, megjithatë unë t'i bëni si flasim një herë. Atëherë një prokurotar. Ke domethënë në ndjesh rehat për të fjalën që të japësh 100 lekë për muaj personit, studentëve dhe atyre që merren asistencë japësh 50 lekë, që kanë familje? Ne po flasim këtu me Ulf për të diskutuar, sepse këtu është mundësia ekonomike është gjë tjetër, ekselente është gjë tjetër. Tani hajde të bëjmë një mendim për të përgjithshëm edhe ta çojmë në projekt vendim. Mendimi im është që vetë për kemi brenda fashizmit. Ato gjithmonë është një mendim, nuk po shkojmë që po ja jap. Tani besoj që do të vlerësuar, nëse duam të kemi njerëz rrogozhin pa për punë nesër. Zoti e ndem në mama, dakor? Jo fikërisht. Kryetar, faleminderit. Një edhe dje lexova të shkres, në saktë pjesën e Endrit. Dhe këtu ka në vërtetë edhe dje u shkruar që ka dhe një handicap ligjor. Nuk e vite nga marrë të nuk ka bërë, nuk nga marrë vjetë. Tu e ngreta propozimin, tani në qofë se bëhet edhe mirë për ne. Nuk ka dallime partijake mes kësaj gjëje, nuk e di tani. Qofë se ti ose çdo kush nuk po them ti, ke një fëmijë ekselent ose është ekselente, do marrë pjesën e bursë, nuk të paraqikon një se me të partia apo me atë parti, nuk ka lidhje. Nëse ju do kaloni si është dhe, tani do të dëgjojmë ka zotin e ndër në mama. Siç po thoja, e lexova edhe dje dhe në besimin e parë është gjë e mirë. Por, nëse do vim procedurave, ka diçka që nuk shkon nga ana ligjore që dje kishin një përplasje. Dhe përplasja nis te studentët. Sepse në VKM ke studentët që kanë ndihmë ekonomike, trajtohen me ndihmë ekonomike. Dhe studentët selent paguhen me bursë nga Ministria e Arsimit. Që do thoshti nëse do të vijë një tjetër bursë nga Këshilli Bashkiake, nga Bashkia e Fonda Bashkëtorë, ka një vendosje bursë, 2 bursë për një fëmijë. Dhe pyetja që lim të kryetarit për se është fondi sa mund shkojë, se ende nuk e di sa është fondi i bashkisë. Ka dhe alternativë ta thotë pjesë. Po vlasë pjesën e fondeve. Sepse ta kemi 2 gjimnaze, kemi edhe shumë shkolla në ndërçarën të shkollën fillore. Dhe kjo për mendimin tim, mendimin personal, nuk besoj se është e mundur të futem të projekt buxhet, derisa të bëhet tamam një riversim i gjithë situatës, vlerësimi i nxënësve janë, sa i përfitojnë dhe sa duhet të jetë fondi që Bashkia e Rregullgjimit do të nxjerrë nga arka e vet. Që flasim për tek pjesë. Sepse po flasim për infrastrukturë arsimore që mungojnë nga të vetit dhe mos nxjerrim lek për të mbi vendosjen të dytë për studentët. Dje në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë u vendos që po, siç është bërë para 2 vitesh, mos gaboja fazë drejtëresh, që për nxjerrjes ekselent të bëhet një dhuratë simbolike ndash profesorëve, ndash në fund të sezonit shkollor, për të krijuar edhe brezën më poshtme, që kush del më mirë të marrë diçka që shkon më lart. Por unë kam më shumë të pjesa e ekonomisë. Sa fond u nxjerrë bashkia, kur ka mungesë institucione për arsimin parashkollor. Që do të thotë, nëse akumulosh shumë fond, mund bësh atë që mund bësh më mirë për pjesën tjetër. Si ide shumë e mirë. Por vetë pjesën e anë ligjore ata çdo dia dhe administratës që ligjërisht duhet ta shikoni me vëmendje këtë pjesë. Dhe tash, kjo shkresë të shkollës drejtërisë arsimore, ta logjikojnë me financën, me zyrën juridike me gjithë, dhe pastaj, nëse dalë konkluzionet, këshilli këtu është. Por çfarë tash për këtë buxhet besoj se është shumë vonë që ka kjo shkresë. Jo, nuk është vonë, nuk ka të shpjegoj diçka. Jemi dakord me ato që do merrni vendim. Nuk është, kjo është marrë një iniciativë, ne kemi nisur vite të tjera, por nuk kemi shkuar të jemi fare. Nuk kemi këtë që shkelim as ligj, as të diskriminojmë familjet, disa të shikojmë. Ne jemi këtu që ta hedhim në diskutim,
bashkërisht të dalim me një konkluzion. Nuk është se kjo që themi ne mund të jetë më mirë. Tani besoj që jemi të gjithë, për shemb, kemi kush ka fëmijë, kush ka mbes, kush ka motra apo vëlla. Ta shikojmë, jemi në kohë që ta reflektojmë në gjë, nëse ne marrim mendim shpejt, po ky ishte hapi i parë që mendoni që ta shikojmë këtë pjesë që ta kthejmë për vendim, apo nuk e mendon. No, samo ta tash, kjo pjesë, ja drejtojmë janë 20 zënës, janë 10 zënës, shumë është kaq, do të vlerëson kaq të njerëz. Nëse ju mendoni që edhe për ato që kanë ndihmë ekonomike, do në parë me bursë, hajde të shikojmë në bursë. Sa pa kuptoj, nuk e pas kuptuar logjikën e pjesës së bërë. Unë të thash, si janë të ekonomisë duhet të shoh. Ja të shkjes të shkollë nga bashkia 20.000 sa është kosto. Sa po të them sa është fondi nga bashkia revolucionare. Kjo ishte të kisha. Jeni ju dakord të vim kësaj iniciative ose këtu jemi sa bursa nuk mund të jetë lekë. Ja do të thasë. Kush Unë jam dakord se sekretari është familjen e lekohet, janë zënës ekselente të mirë që nesër e kalojnë në po kur ai merr nga universiteti. Kjo duhet parë në ana kjo duhet parë në ana ligjore, nëse mundemi apo s'mundemi ne të japim, sepse me sa dimë ndjeni ka qenë që deri në vitin 2019 bashkia ka ndihmuar me ndihmë me bursa. Nxënësit jo muaj për muaj e ka dhënë formën e një shpërblimi. Mbas 2019-2020 kjo është hequr pikërisht për këtë arsye sepse merren nga universiteti. Tani kjo duhet parë mirë tash nga ana ligjore, nëse ne na lejohet apo nuk na fondi deleguar për këtë që ne kanë rikursim. Po tani nuk vjen më për. Pra se tani pikërisht po them unë, tani a kanë mundësi bashkia. Nëse ne marrim vendim, kjo është lidhje bashkisë. Nëse marrim ne si vendim, kemi bazën 1 e 2 dhe tjetra është tash kjo, duhet parë kjo pjesa orges, që do ju bëjë për të vit. Mirë, shikoni ju që jeni ju asimor nxirrin nxënësit ekselent. Nxënësit ekselent i ke çfarë po bëjnë? Ku janë? Ata i nxjerrin, nuk është problem. Nuk është problemi tek mundin nxënës. Unë si do ta bëjmë tani, do ta bëjmë vetëm me këta që janë viti parë si tjetër, apo do ndjekim edhe ata që janë vit 2 dhe vit 3. Në vitin e parë mendoj, unë do të shikoj zogurin. Po edhe kjo klasë kur dasë se ashtu i bitë sa e mund. Shkojnë 100 milion lekë Jo, për klasë, për arsimin para universitar, për këtë që është ky propozim që themi ne, klasat e 12-ta dhe 9-ta, për këtë se nuk e bëjmë dot në gjitha, sepse shkon. Për to do të sektor To ja, ju kërkojmë ne dhe janë sa kanë mesatare, vinë 98 apo sa janë dhe po klasin për pjesën e universitetit. Që jemi bashkë drejtorit, që jemi drejtorit arsimor, nxirrni i lutem nëse keni si pjesën e studentëve, zyra financës tek ne mbas të pjesën nxjerr kostot në kësaj gjëje. Në komision I di moto familje që janë nevojë dhe ka çuar një nxënës në shkollën e dorë dhe ajo familje që e çrpalo. A kupton çfarë? Kështu që ne besoj që jemi në pjellë zirë apo kemi ndarë për Ora po ka buxhet që ndonjë në kadër mënyra që brenda ligjit, brenda ja se shkon mbledhje. Ja thashë pra, ju i dikisht, fysha, fysha sa shkollë. Ja dalim se dalim, tash. Ne do shumë shpejt do kemi nga ana jon, ndoshta ke grupet paraprakisht ta shikojmë nëse ja vlen që ta shpërtar nëse vendim që duhet bërë, dhe keni gati pjesën ligjore dhe pjesën e tarëve do të nxjerr pastaj sa shkon. Po pra, atë si ne shit bashkë me vetë. Ndoshta edhe ne si bashkim të përpunojmë dot. Po këtë do të thonë. Ditë ka ligjor, financiar dhe asimi që ke këtu bashkë me fyshën, e bën fjalë në punën e sjelljes. Atëherë kalojmë në projekt vendimet e reja që i futëm sot në rendin e ditës. Projekt vendim për miratimin e kërkesës së Zotit Ekoran Dedej. Ky projekt vendim ka marrë miratimin dhe të Komisionit Financës, që është mbledhur ditën e djeshme ora 1. E hedhim në votim. Pro, kundra, abstenim, të gjithë pro, miratorë. Kalojmë tek projekt vendimi i shoqatës komunitare 3 vjetori. Ky projekt vendim nuk ka marrë miratimin e Komisionit Financës, i cili është mbledhur ditën e djeshme. E hedhim në votim. Jeni
Redaktori pra. Po do hedhim votim, ta themi jonë e hedhim në votim. Pro, kundra, abstenim, të gjithë kundër, nuk miratohet. Nëse në komision po jo, do të kemi jo. Ja, nuk është përdesa është punuar në komision. Ne që jemi po këtu që diskutuar dje në komision, ne menduam që këtyre fëmijëve jetim, nëse është e mundur nga ana e bashkisë, mos t'jepim atë 500 lekëshin për të bërë atë ekskursionin çka kërkojmë, por ne t'ju japim Durata vitrit. durata lek, jo durata, lek sociale. Kalojmë tek projektimi tjetër, projekt vendim për shpalljen qytetar Nderi pas vdekjes zotit Ramazan Kartori. Për këtë çështje kemi bashkangjitur dhe raportin e komisionit këshillimor për dhënien e titujve vendor të Nderit, të cilët janë mbledhur me datën 10/11/2025 dhe janë shprehur pro dhënjes së titullit zotit Ramazan Kartori. Faleminderit. Në lidhje me këtë projekt vendim, komisioni I titujve që po zonja Fatmira, po zoti Indri, po. E hedhim në votim. Pro, kundra, abstenim, zonja Silvana? Po. Miratohet. 10 pro, 1 abstenim, miratohet. 10 pro dhe 1 abstenim. Ka konflikt interesi. Miratohet. Kemi dhe shkresën për këthim përgjigje të drejtuar këshilltarit zotit Mitadaja, që I keni të gjithë. Kjo ishte, sepse për zonjën Hava Dedej ne e bëm. Tani, zonja Zile Metasani, ta dëgjojmë pak. Ne kam ndjeni edhe herë tjetër për një depozitat e shkollë që akoma se bërë. Partën edhe një fuqi 2 kujtarëshme, sepse është për rezikon të kalamat që të shjasë. Nëse nuk zhjilët të thot, do dhe vidi për një dërëshme. Dhe nuk e di për bërë të janë sema bojo, e diçka tjetër. Për drita, që hyshën në regullun, po, vetëm 3 drita e ndesë. Kemi me sa të bërë kontratën e energjisë me sa të nëzbarë dhe kontratës, në leta lidhin në energji. Okej, se rrugën që shërë zotit është bëjë gjojë mirë. E rruga dhe si ishë që një aksidente dhe Më shkruajt e kërë shefi policisë. Shefi I policisë ktheu përgjigje. Kemi përgjigje dhe më thotë që nuk ka rritë të vjetë do të mbledhe, se shu ka pas një konflikt. Që të mbledhe në ashtë do të jam I gatshëm. Që kjo vjen ndjeni që është marrë informacion. E në verë me molla. Faleminderit. Nëse me të ndryshme zdyshe këte projekta, para ne dhe më shumë. Këtë e punë kemi hasë që I probleme me motën e keqë. Dhe jemi nevon dhe një paka shumë të grupi. Spasë më drejtorin policisë, pjesën e shkumbimit. Por në dhe një informacion detajuar, për pjesën, në më të rogë gjithë njëfë, se kam shkelbet të ditë, për pjesën e kozës ka rushit poshtë në vitë. Tu më ndërtojnë shërbime kam për kanesi vetë personalisht në situatë emergjente. Në rrugën dalës të rëgoqin 500, për 5 dite të riblokuar fuseta dhe mos lakohen uret, duke rezikuar dhe jetën e shoferëve dhe që janë në makinë, kam qenë vetë rezikuar që janë spostu nga ujë të gjuna shturë.
nga 50 metra në ujë. Tani, aty, kanali shëndon projë shkatu të shqindë është 33 metra dhe ka marrë në 3 hapa për të hapë. Është gjuna valë që mes Rogozhinës bënë aksident. Ku kemi këtë pjesë? Për që ka ishte ora 2 drejtës. Sa them natë dhe bëhe Allah. Ora 2 drejtës. Edhe të rrugën lartë. Nuk është para së njëri. Të lartë gjime sot të tanë qëkosh, se makinime është bërë shumë. është bërë si tjepër. Një sekundë, s'kam bërur akoma. Se kene po rruga Verit, kanali Verit, hajtë më, s'ka gjë. Dore që tjetët Verit, për shpunë, të bajë. Problemi është madhë. Të jo lagji paktën, gjysmë nuk kene mundësi të regulloni, për gjysmë nuk kene mundësi të regulloni. Një 220 metrë mund të bësh kanalin asot 2 kratë. Po të të bëjmë preventivin drejt për një marë në dorë. Dhe zhuna. Përse për këtë, pasaj, një problem madhor është kthesa ke shtëpia e do saliu të kushit. Që është bërë me asfalt dhe nuk ka shikueshmëri, duhet patjetër një pasjore aty. Sepse është shumë problem aty, ka shumë fëmijë të vegjël, ka shumë fëmijë të vegjël. Aty ka shumë fëmijë të vegjël. Jo, aty ka shumë fëmijë të vegjël realisht që nga moment në moment nuk përplasesh. Si me monopatina, si me makinë, si në këmbë, që nuk ka fare shikueshmëri. Ose dy policës sirë që të dërojnë dhe këtë pjesë. Ka shumë keqja pjesë. Po, edhe pasirë për të parë që fetën se ka dhe nga to që me kokë vetë mund të marrë ktesë me dritë. Por, të dy platë kemë pengesë dhe shumë keqja. Sepse edhe ku del nga vullia që del nga rruga që vjen kalamajt e vjen nuk ka fare shikim. Dhe aty u bën një ata para një javë diç. Që vitet një 2 vjeç. Më mëna po këtu do të bëj gjëna. Mund të fali pa fazë me shoferin. Pjesën të jemi dakord, e kam parasysh, por këtë mundohet të pyesë pas marrova të gjë tjetër. Pastaj për pjesën poshtë, nuk di nëse keni evidencë, keni disa toka përmbyllur, nuk di se janë ndjellura. Të ish pompa vjetër. Kanë ndër diku 3 ditë ujë aty. Bëhet fjalë të bloku poshtë kimik, ndoshta mund të kenë njerëz jashtë, nuk di do të shkojë ka pas dalje. Aty ka pas dalje për të pas. Po. Nuk ka më shumë. Të ke pjesë poshtë, aty ka pas dalje shkëmbini, ka qenë një gatë një blok me gjyshin e kanë fol. Në telefon. Por realisht të ke pjesë rrugëve, sidomos e rrugë që vjen ke alije të lartë, që ka bëhet kurse rrugës së re. Dhe zbrodha e pengesë. Tani a rrugë lartë do më të madhe se të bëni kanal me kryetarët e futesh po te ujë ose s'ke çfarë të bëj po bën shumë madhore, ka 3 metra rrugë është. Që kur më rash po që po këto realisht kjo e tyre rrugëve të sebe që na. Nuk e di, do të marr masat edhe në një ato kamione që futen që pastrojnë. Kështu që kjo është gjë që besoj që zgjidhet, nuk është për pjesën e kësaj asfalti që po flasim më është kthesa po lagjit aty është gjë që zgjidhet edhe atë më shumë shpejt duhet zgjidhet ose u kam qelluar edhe vetë, unë kam parasysh për çfarë po flet. Se ka përgjegjësinë, ka edhe pa përgjegjësinë. Keq ku ka rrugë, keq ku nuk ka. Kështu që kuptoj këtë pjesë, kurse për pjesën e lumit realisht fatmirësisht nuk kemi pas përvytje edhe nga dosa, edhe nga përveç se fshatin vi, ku bën në megën e madhe e lumit, ka pas disa dalje që nuk ka kaluar për tek tavave bysore, kështu që fatmirësisht edhe fal pastrimit të kanaleve që ne kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe, në mjetet që ne kemi blerë po edhe në bordin e rrugëlimit, nuk kemi pas përmbledhje. Ndoshta pjesë vogla në këtë parcelë që u thoni nuk kem gjeni. Nëse do të kemi nevojë për pastrim, do të bëjmë mjetin dhe pastrim. Nuk e di për çfarë vjen tjetër. Pjesën e rrugës lagjës që jetoj unë aty, kaloj jetoj fiçë apo është vërtet ne kemi mbaruar gjithë ato se fokalizet dhe ne kemi bërë projektin, ne kemi çuar as kemi marrë financim. Por realisht kemi bërë një projekt goxha të mirë për gjithë lagjen edhe aty do vënë dorë siç ju dini, jo në zonat tjera që kanë nevojë, por zonë që jetojnë njerëz në ato lagje dhe është vërtet. Në buxhetin e bashkisë ne nuk mund ta realizojmë,
Më është vëxhaj më, sepse ka, nëse do të bëjmë një rrugë, do të është në toksor, mbi toksor, drejtësim dhe gjitha, edhe shembjet e mureve shpërndësime që duhet bëhen, sepse duhet kalojnë 2 makina të pak. Kështu që për këtë nuk kam të them, po projektin është realisht është i dërguar Ministrisë, Financës, Infrastrukturës, qytë gjithë, të marrë, unë ka pas iniciativë personale, po e them edhe publikisht, që ajo zonë që aty thonë, është një nga objektiva që kam pasur që rruga matë. Shpresoj që të arë. Atë rrugën ty e përsh komplet ujë që vjen nga lartë. Unë të kam thonë një personalisht aty mund të bësh vetëm një investim të vogël, të depë ujë, që pjesën ujë lartë ta presh aty, dhe dhe pjesa poshtë, nën shtëpisë, ku të hapët kryqëzimi që shkon rruga Kasanve, që të hapët kanalin ansor në ta bësh. Që pak në procent 5 metrë pa kryq. Se të vjen njerëzit, të ke njerëzit njerëzit, në bërë të vjetë të vjetë poshtë pa. Është gjë që nuk kalohet sot. Këtu janë 2 muaj që rrezikon shembën, të kam thënë njerë. E pa komo të zhvendorë. Në shqetësim tjetër? Në qelimi? Po? Lumë në duas, ka bërë të veshën. Oke, atëherë është një vend i rëndësishëm pra të bërtatë për situatën në cilë tjetër dhe merë nasa që Po e mbulon përgjithëse e gjës, Pyetje tjetër? Po, zotë Enver? Më pa pjesën e varrezave, duke që përmbushet. Njërë kemi edhe shkresat dhe po mundohen ta fusim për shpëndësim të dy e këto, dhe ka nevojë. Ajo është caktuar zonë për varrezë. Caktuar s'është bëhet edhe me limoj, që me kohë. Zonën plan vendosht zonë varrezësh, por siç e dinë shqiptarët, do kemi qenë mbjellë mulli, fiq, tardha aty. Kjo vlerë që problem që edhe me vendimin nuk do shpylesh dot. Zonja Fatmira Thartori? Atëherë, tregu i Kosovë do jetë merë një shqecim për tregun e Kosovës. Pozicioni që ajo është aty nuk është shumë i përshtatshëm, jo shumë, por nuk është i përshtatshëm. Mendoj edhe me miratimin e gocave që janë këshilltarë pjesës tjetër të opozitës, Tashës edhe Merit, që ai pozicion të ndryshon. Sepse ose duhet bëhet në një devijim i rrugës aty, në momentin që fillohet tregu, ose duhet ndryshohet po aty ka qenë tek pallati. Jo tek zona prezatës, janë për private, por jetë më e përshtatshme tek zona e pallateve, se është më funksionale. E shikoj. Ne kemi marrë shqetësim, kemi para gjithë mundësi, po duket li që është treg më i madh. Edhe aty do ketë abuzim, pastaj do hyjë privati, do hyjë do marrë lekë i tjetri tarifën do e marrë tjetër. Duke i vendosur aty, që edhe nëse marrë tarifën jo, se ne jemi dashamirës aty. Po, gjithmonë ti marrë bashkia. Nëse ne shkojmë aty, do të shkojmë tek aty. Se kemi provuar. Nëse privati ka kushte i plotëson. Nuk ka si kush privati të vetë. Nuk po të qose private janë. Por mua është të ndaloj makinat të jem okej. Që të shohoj mundësinë e devijimit të vjetës. Më ka vajzë në Iran, bëhet i bëhet tek e tek është mush fare. Ose në stemë qytetet europiane. Është lëvizje e zonës. Do të mos u treg. Në mes të në mes të Vlosës është kjo sepse do kalosh aty me makinë, është me zor hicën, me zor lëviz, bon trafik. Zonja Besnika. Që ne jetojmë. Ta dëgjoj pak zonja Besnika? Zotë Indri, ta dëgjoj. Ditën e tregut ka shumë lëvizje. Se tregu është nuk është i bërë. Ska në rrugëtësore, është e rrugë këtëve këtëse. Jo, ndrit jo mos teme. Zotë Indri, ta gjëm pak se është banore dhe jeton aty non-stop. Po ti je vetëm thjesht e shikon me atë syun e vizitorit, nuk e shikon me syun e banorit. Ne jetojmë aty banorit. Qene e gosës nuk asë që asë që qenë. Unë jam u shkuar së da. Ta gjëm zonja. Gjatë vitës me tjenë me që është ka në vizje. Një herë në javë që është kufizohen makinat.
Nuk është për ditë. O, dishtë sekund. Edhe çka ka kërkuar diçka para të Vizosh kamionët, për makina e vogël. Parkimi Do alternativë. Po do alternativë se ka shkruar. Ka një problem shumë për parkimi, si të bashkia, si të kopshi, si të shkolla. Bëj 3 parkime për shkollën, jenë dedikuar për ato. Bashkë nuk do të parkimi të marrë gjobë. Para në ato që më hynë marrë, se boni të kemi trafik. Një minutë. Sa s'marrë Vetëm e këtë pjesa e gosës, o për e ka në shikujnë. Vendimi im është ndalimi i makinave që të thotë. Po makinat nuk mund ndalojnë të gjitha, do ndalosh rezident të kalojnë, se do shkoj shpije. Po të shkoj po pra, dhe kjo është pjesa. Ose devijim, mund të devijosh në përlaqe. Ke një pjesa të duke fillu që nga kapo, ta përshë për pjesën aty që të devijojnë në fillu. Që s'kemi nga mbrata, se nuk ka mundësi... Oke, ne do të marrim, do kemi bashkësinë dhe me uqenit zonës, hajde të shqipojnë, nuk kemi kontra... A mund të financoni në shkolla që me vizitë në klasë primare, sepse në klasë në të një të shkolla do të Do t'jem 3 minuta. Kemi bërë dhe me kërkesën. Zonja Eline. Do nisi duhen bazë materiale për klasat për nxënësit në aftësi kufizuar, pra që kanë probleme. Këto kanë një klasë të veçantë, që quhet klasë burimore, dhe ai duhet pajisë me ca mjete, që janë posaçërisht për këto. Do nisim me një kërkesë për këto mjete, që jo vetëm për shkollën e Çamit Buzit, po edhe për shkollat e tjera, që kemi edhe në shkollat e tjera. Si funksionon zakonisht për shkollat e tjera që e keni bërë ne? Ne praktikisht bëm edhe ai sa ka mundësi të bëj bashkia, bëm dhe ministria. Ne do nisim për shkersat për të dyja, edhe për juve dhe për ministrinë. Ne na vjen ndërmi, ne shkojmë. Për kërkoj të dyja. Po shumë jenë si titulate nga ishte ndërto shkollë, pa ishte ndërto shkollë? Dhe varet nga projekti. Realisht ato mjete janë domosdoshme. Nuk e di çfarë më janë shkë problemi. Nuk është se kanë një shifër të madhe. Me që nuk keni me pyetje dhe diskutime, mbledhjen e deklaroj zyrtarisht të mbyllur. Faleminderit.